Ndërkohë që sot jetojmë prej disa kohësh, dhe nuk është sot, u bë disa kohë që jetojmë në një realitet tjetër në raportet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dhe prandaj pyetja ishte për të mbajtur mend, sepse sot ne jemi në një situatë kur, siç tha presidentja, kemi hapur 5 nga 6 grup kapitujt e procesit të negociatave në vetëm 11 muaj. Është një kohë rekord për nga shpejtësia. Dhe sigurisht që ne kemi bërë detyrat tona, se në Bruksel nuk të dhuron njeri asgjë. Duhet t'i fitosh të gjitha ato që kërkon. Por nuk diskutohet që nuk do të ndodhte, sidoqoftë ky proces me këtë shpejtësi, nëse nuk do kishte një vullnet të madh, jo vetëm nga Komisioni, por dhe nga vendet anëtare në këtë fazë. Sepse është i gjithë Bashkimi Evropian, të paktën unë kështu e shoh, që prej disa kohësh nuk ka lëkundje fare që duhet mbështetur procesi i antarësimeve të reja, duhet mbështetur Ballkani Perëndimor, duhet mbështetur Shqipëria. Është vullnet i përgjithshëm dhe prandaj kjo sintoni me Komisionin dhe me Bashkimin Evropian është e plotë. Ndërkohë që viti 2027 nuk është një vit që e pam ne në ëndër këtu në Tiranë dhe tani po ja u tregojmë shqiptarëve. Është një vit që kemi përcaktuar së bashku me Komisionin Evropian si objektivin e negociatave. Natyrisht, ky objektiv lidhet me detyrat që ne bëjmë këtu, me reformat, me masat, që janë të gjitha të kalendarizuara dhe të detajuara. Nëse ne do vazhdojmë kështu, me këtë ritëm dhe me këtë këmbgulje dhe me këtë sukses në çdo hap, ne do t'ja dalim që në 2027 ta bëjmë detyrën tonë. Dhe natyrisht Komisioni në memorien time gjithmonë ka bërë detyrën e vet. Pra ka qenë objektiv në vlerësimin e punës tonë. Pastaj do të kemi periudhën kur vendet anëtare do duhet të shprehen një nga një për të ratifikuar në parlamentet e tyre antarësimin tonë në Bashkimin Evropian dhe kjo është një fazë tjetër. Kështu që edhe herë, unë jo e besoj, por e kam bindje absolute që është në dorën tonë që ne të arrim objektivin e 2027, sepse kam bindjen absolute që presidentja nuk lëviz nga pozicioni i saj, që nuk është pozicioni i sotëm, por është pozicioni i ditës 1, kur zgjedhur herën e parë dhe në tweetin e parë që ka bërë si presidente e Komisionit e sapo zgjedhur, ka shkruar: "Ky është një komision geopolitik."